Arlend Krasniqi nga Kaçanikua ankohet se që nga viti 2004 hajnat i kanë hyrë 4 herë në shtëpi, ku i kanë mbledhur gjëra me vlerë. Ai kritikon policinë e cila sipas tij nuk ka zbuluar asnjë autor të këtyre rasteve. Problemi jonë si familje është prej 2004 dikon që kanë vazhdimisht vjedhjet në familjen tonë. Edhe prej asoj kohë janë dikon 4 raste kemi të paraqita në polici. Edhe asnjë rast nuk është bërë deri më sot. Rasti i fundit ka qenë para 3 dite kur edhe kanë hyrë në avjell dhe na kanë sulmuar, na kanë gjujt me revole. Vlera e gjërave të vjedhura sipas Krasniqit është rreth 15.000 euro. Në 2004 ne kanë vjedh agregatin, gjenerator, agregat, edhe do kablat të shtëpive, jemi konë në atë kohë marrë shtëpia do kabla vegi shumë janë konë i kanë marrën. Në 2010 ne kanë vjedh një traktor komplet me pajisje, me prokolicë, Në 2013 ma kanë vjedh shtëpinë teme edhe të vllaut ma. Aty kanë marrën dukat, pare. Kemi pasur dhe mësafer për gurbetit të familjes. Aty me ju ka marrë pare të pushimit që i kanë pas me vjeti. Arlend Krasniqi tregon se rasti i fundit, kur hajnat janë futur në shtëpi, është para pak ditësh. Në këtë rast, Arlendi tregon se hajnat edhe gjuajten me armë. Më tutje Arlend Krasniqi tregon se në të gjitha rastet e kanë njoftuar policinga e cila kanë marrë përgjigjen se rastet janë duke u hetuar. Po në 4 rastet i kemi thirrë policin, se është absolutisht mos me thirrë është. Janë vanuar zakonisht që vanuan si gjithë, 20 minutë, 25. Po problemi që asnjë rast s'u zbardh. I kontaktuar nga kallzo.com, zëdhënësi i policisë së rajonit të Ferizajt, Agim Gashi, tha se policia është duke bërë gjithçka për zbardhjen e këtyre rasteve. Për njërin rast, tha se nuk është gjetur autori. Për rastin e fundit, atë të 17 qershorit, tha se është intervistuar një i dyshuar, ndërsa për 2 të tjera, tha se janë ngritur kallëzime penale.